Nga një vit akademik në tjetrin, Universiteti Korçës po përballet me rënje të numrit të studentëve që zgjedhin atë për të vazhduar studimet e larta. Arsyeja kryesore lidhet me uljen e numrit të maturantëve në Juglindje, ndërsa ndikim ka edhe rritja e numrit të rinjve që zgjedhin të studiojnë jashtë Shqipërisë. Pas përfundimit të provimit të dytë të maturës shtetërore, një pjesë e maturantëve u shprehën se synojnë të vazhdojnë studimet në vende të tjera. Sipas tyre, universitetet e huaja ofrojnë më shumë mundësi akademike, kushte më të mira studimi dhe perspektiva më të mëdha punësimi pas diplomimit. Po, edhe jashtë vendit nuk është se është aq e lehtë sa mundet ta mendojmë, por që edhe në Shqipëri niveli sapo vjen dhe po ulet. Unë do doja të ishte në Shqipëri, sepse e di që pirja e të rinjve është të shkojnë jashtë vendit, por mendoj se ardhmja më e bukur mund të ndërtohet vetëm në vendin tënd. Nuk shikoj të ardhmen në Shqipëri sepse nuk ka punë, nuk ka fëmijë, nuk ka nxënës, edhe nxënësit gjithmonë ikin për një arsye për punën. Besoj se jashtë vendit, me shumë mundësi. Pasi ka gjëra më të avancuara, më të mira dhe ardhmja e punës është më e zhvilluar. Përballë kësaj situate, drejtuesit e Universitetit të Korçës po kërkojnë hapjen e programeve të reja të studimit, të përshtatura me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, kjo do të ndihmonte në rritjen e interesit të maturantëve dhe në tërheqjen e më shumë studentëve drejt këtij institucioni të arsimit të lartë.